Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 27 shkurt i vitit 2026. Gjithëm si gjithmonë si shumica në rasteve, nga Kuala Lumpuri i Malajzis. Në linjë me mua është nga Thesaloniki apo Selaniku, miku im i vjetër Petro Prodani. Me Petron sot do bëjmë një nga bisedat gjeopolitike që zakonisht bëjmë, ku do të analizojmë mbi luftën që po vjen kundër Iranit. Unë do t'jap teoritë e mia dhe kuptohet Petro do japi teoritë e tij për ato që po ndodhin. Por për ata që ndjekin postimet e mia në Facebook, në internet, besoj se ju tashmë keni parë, domethënë, shumë nga hartat që unë ju kam treguar. Kjo është një hartë e datës 22 shkurtë para 5 ditëve, ku tregohen pak a shumë avionët, aeroplan bajcet, luftanijet, sistemet antiraketore që amerikanët kanë sjell rreth Iranit, dhe çfarë ka ndodhur domethënë deri në këto momente. Amerikanët kanë çuar pothuajse gjysmën e flotës së tyre dhe me këtë flotë po rrethojnë Iranin. Pse është dërguar gjithë kjo flotë? Është dërguar nga që iranianët me krye udhëheqësin e tyre, Ayatollah Ali Khamenei, nuk kanë pranuar që të kapitulojnë përpara amerikanëve. Çfarë amerikanët kanë kërkuar nga iranianët në këto ditët e fundit, është që iranianët të çarmatosen, pak a shumë të njëjtën gjë që bëri Saddam Husseini në vitin 2003, apo edhe Muammar Gaddafi në 2003. Saddami e nisi përpara 2003-shit, e nisi që në vitet 2000, dhe sidomos pas 11 shtatorit, ku amerikanët atë që i bën Irakut, atë që i bën Libis, do kërkojnë që t'ja bëjnë edhe Iranit. Ata duan që Irani japi fund një herë e mirë programit të tij bërthamor, të cilin Irani e ka për prodhimin e energjisë elektrike, të shkatroj sistemin raketor që ka, sistem i cili kërcënon supremacinë e Izraelit në botën islame, të ndaloj sponsorizimin e palestinezëve, luftës së tyre për çlirim nga Izraeli, dhe pak a shumë çfarë amerikanët kërkojnë është që Republika Islamike të dorëzohet. Por iranianët me krye udhëheqësin e tyre, Hoxh Ali Khamenei, janë përgjigjur amerikanëve duke i thënë që neve nuk e shesim sovranitetin ton kombëtar, ndërsa iranianët janë të gatshëm që të ndalojnë programin e tyre nuklear, edhe për më tepër t'i sigurojnë amerikanëve perëndimin që Irani nuk do të zhvillojë kurrë bombë atomike. Kjo gjë është e bazuar edhe në fetvan e vitit 2003 nga Hoxh Ali Khamenei, ku ai e ka shpallur krijimin, posedimin dhe përdorimin e bombës atomike si haram, si krim kundër njerëzimit. Dhe edhe pse iranianët pra janë të gatshëm që t'i ofrojnë të gjitha këto, gjithë këtë koncesion amerikanëve që t'i sigurojnë ata që nuk do zhvillojnë bombë bërthamore, amerikanët, presidenti Trump nuk është i kënaqur dhe ka vendosur që të hyjë në luftë. Këtë luftë presidenti Donald Trump e bën me nxitjen e kryeministrit polako-izraelit Benjamin Netanyahu, i cili sikur ka treguar në vite në deklaratat e tij, qëllimi final i Izraelit është zhdukja e Islamit si një fuqi dominuese botërore. Dhe
Benjamin Netanyahu mbajti edhe një fjalim përpara 2 ditësh, ndoshta do ta tregoj pak më vonë. Ku ai thoshte që ne kemi 2 armiq, njëri është boshti shiit, të cilin e kemi plagosur, dhe tjetra është boshti sunit i vllazërisë muslimane. Me këtë Netanyahu nuk kuptonte ndoshta Turqinë, dhe ajo që Netanyahu tregonte është që ne jemi në luftë me boshtin shiit, që nën kuptohet Irani dhe aleatët e tij, por kemi edhe një bosht tjetër që është boshti sunit. Dhe Netanyahu thoshte që ne duhet t'i mundim këto 2 boshte. Sigur kanë deklaruar dhe treguar nëpër deklaratat e tyre pushtetarët izraelit, është që ata synojnë që me zhdukjen e Iranit, ata të dominojnë të gjithë lindjen e mesme dhe të krijojnë atë që njihet si Eretz Izrael apo Izraeli i Madh. Në kundërpërgjigje të këtyre kërcënimeve amerikano-izraelite, iranianët kanë deklaruar që ata janë të gatshëm për luftë, dhe këtu ju mund shikoni një poster nga Teherani, ku iranianët shkruajnë në hebraisht që jemi të gatshëm, edhe thonë jemi të gatshëm pak a shumë që të shkojnë në luftë me shtetin e 51 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është Izraeli. Në këto momente që ne po flasim, tensionet janë shumë të mëdha në lindjen e mesme. Në Izrael, ambasadori amerikan Mike Huckabee ka porositur janë porositur që më herët zaten që shtetasit amerikan të largohen nga Izraeli, ndërsa njoftimi më i fundit është që ambasadori evangelist amerikan Mike Huckabee i ka thënë stafit të ambasadës amerikane në Izrael që të largohet nga vendi. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që amerikanët tani më e kuptojnë që ambasadori amerikan do këtë marrë njoftim nga presidenti Trump që amerikanët do godasin, dhe sikur edhe iranianët kanë thënë, ata do të kundërpërgjigjen. Tu është një foto nga aeroporti Ben Gurion, ku tregohen njerëzit që po largohen nga Izraeli. Është një situatë lufte, ku edhe iranianët nuk shndrojnë më mbrapa. Iranianët janë duke bërë përgatitjet e tyre finale për luftë, dhe ashtu sikur iranianët po përgatiten, ashtu po përgatiten edhe izraelitët. Në këto minutat e fundit që ne jemi online, kemi zëvendësin e ushtrisë izraelite, i cili i ka bërë apel opinionit publik izraelit që të ndjeki urdhrat e ushtrisë dhe të mos ta zëj paniku. Në për qytetet ndryshme izraelite, si për shembull në Beersheba, ato administratat lokale kanë urdhëruar hapjen e bunkerëve, dhe popullata izraelite po bëhet gati që të futet nëpër strehimore apo bunker, nga që pritet që nga momenti në moment mund të nisi lufta. Tani, presupozimi im është që lufta ndërmjet Iranit dhe Izraelit mund të ndodhi nga sot deri në datën 2 mars. Pse në datën 2 mars? Nga që në datën 2 mars qifutët festojnë festën e Purimit. Dhe festa e Purimit është një festë qifute e cila përkujton shpëtimin e qifutëve nga perandoria perse apo iraniane, ku sikur tregohet edhe në librin e Esterit, kryeministri i asaj kohe iranian, Hamani, nëse nuk jam gabim, donte që t'i zhdukte qifutët, por
Esteri, një prostitut që fute e cila e bëri shahun e Iranit Ahash Verosh, të cilët ku shumë njerëz e identifikojnë si Xerxi i parë, e bëjnë atë që të bjerë në dashuri me Esterin, e cila në bashkëpunim me kreun e komunitetit Qifut, Mardokeun, arrin që ta bindin Xerxesin e parë, që të zhduki dhe vrasi të gjithë qeverinë e tij, dhe në këtë mënyrë Qifutët do shpëtojnë dhe më pas do të kthehen në Izrael që do të ndërtojnë edhe tempullin e dytë të Solomonit. Dhe unë mendoj që izraelitët që janë shumë supersticios dhe duke ditur që me presidentin Trump ata kanë ndoshta njeriu më besnik të tyre në historinë e tyre, ata duan që të përdorin të gjithë fuqinë amerikane për të shkatruar një herë mirë Iranin, pasi sikur edhe Netanyahu ka deklaruar në për deklaratat e tij, ata kanë patur suksese të papara me shkatrimin e Siris, Irakut, Libis, Libanit e të tjerë. Petro, e bëra pak të gjatë hyrjen, dua që tani të më tregosh çfarë mendon ti për atë që po ndodh. Me mbrëma Olsi, uroj të jesh mirë, gjithashtu dhe ndjekësve të tu gjithë të mirat. Mua më bën përshtypje si thua mendimi shqiptar, që është shumë pak i njohur dhe shumë pak interesuar të mësojë mbi historinë e Iranit, sepse në një moment historik krijimi i shtetit shqiptar u ndikua pothuajse në të njëjtin nivel nga interesat britanike të kërkimit të naftës. Ishte një kompani anglo-persiane, sepse Irani u quajt Iran vetëm ma merr mendja vitin 1135 apo 36, nga emri Persi u quajt Iran. Dhe ishte Anglo-Persian Oil Company, ajo që ndikoi në themelimin e shtetit të koncentruar të Persisë, dhe në vitet 1920 ishte e njëjta kompani që shfaqi interes në projektin e krijimit të naftës, të zbulimit të naftës në Shqipëri, dhe në atë kohë mendoj se Shqipëria të bëheshe një Persi e dytë në Ballkan apo në Evropën juglindore, dhe ishte e njëjta kompani që bëri presion ose që ushtroi ndikimin e saj në politikat britanike të asaj kohe, të cilat dhanë okejin e madh për krijimin përfundimisht të shtetit shqiptar dhe njohjen e Shqipërisë, një shtet i pavarur ashtu siç e njohim ne sot. Tani, unë bie pjesërisht dakord me këndvështrimin tuaj, sepse unë dua ta largoj veten time pak në një pozicion më të largët dhe dua ta shikoj këtë fenomen nga një këndvështrim më i gjerë. Unë mendoj se kjo lëvizje kundër Iranit ka pak të bëjë ka më pak të bëjë se sa duket në pamje të parë nga ndikimi fetaro, ebreo, izraelit e tjera, sepse është ana ekonomike, është ndikimi ekonomik, ai që në fund të fundit do ndikojë dhe politika. Dhe unë për ta bërë mendimin më të qartë do të ndaj në ekran një hartë, e cila është një hartë e zakonshme, një hartë e shteteve politike, po përpiqem ta ndaj këtu. E shikoni Olsi? Olsi, e shikoni hartën? Po, e shikoj. Okay. Tani, kjo është një hartë për të cilën unë mendoj se është, si të thua, është mbështetja e mendimit tim. Këtu është Irani dhe unë do të vizatoj do të threjq një vijë, në me thënë do të filloj vijën time që në këtë drejtim dhe do të përfundoj atje ku je ti në Malajzi. Në të gjithë anën e Kinës, ekonomia e këtyre vendeve
është fuqimisht nën kontrollin e Kinës dhe të Azisë. Ekonomia e tyre varet drejt për së drejtë nga mirëfunksionimi i ekonomisë dhe politikës kineze. Kështu që kemi të bëjmë me një humbje totale të kontrollit të perëndimit në këtë zonë që ata kryesisht e kanë patur në kontroll, historikisht në kontroll. Dhe shohim një lëvizje masive, jo vetëm të ekonomisë, po dhe të mendimit, i cili po kthehet kundër kontrollit perëndimor që në kohën tonë, në ditët tona, përfaqësohet nga fuqia amerikane. Dhe në qoftë se shohim anën tjetër ku është Arabia, Egjipti, Libia, Algjeria, ne kemi të bëjmë me shtete shumë të pa fuqishme për t'i përballuar, si të thuash, kontrollit perëndimor. Ne kemi raste si të Libisë, si të Sirisë, të cilat janë shkatruar njëre për gjithmonë, raste të dobta në të cilat perëndimi, Amerika, Franca dhe Anglia vazhdojnë të kenë një kontroll, por në anën, si të thuash, lindore të visë së kuqe, që unë kam trequr në ekran, po ndodh komplet e kundërta. Kina ka dalë si lojtar kryesor, Rusia po ndihmon me aq sa mundet për të kundërvënë armiqësisë së Evropës dhe Perëndimit, për të bashkuar me Kinën dhe për të krijuar një front i cili pak e nga pak po shpërngulet gjithmonë edhe më shumë në Perëndim. Unë këtu e shikoj, domethënë, gjithë qëllimin e shkatrimit të Iranit. Është një qëllim totalisht i lidhur me zëvendësimin e formës politike, pra me rrëzimin e klasës politike që kontrollon aktualisht Iranin, dhe Izraeli pa diskutim që do të preferonte një ballkanizim të Iranit, shkatrimin e tij njësoj me atë që ndodhi në Libi dhe në Siri. Në këtë lloj forme e gjithë ajo zonë do të dilte jashtë kontrollit të Kinës, sepse shtetet apo, si të thuash, grupimet e ndryshme që do të krijoheshin nuk do të kontrolloheshin më nga Kina, nga fuqi të tjera rajonale, por do të kalonin direkt në kontroll të zbulimeve dhe interesave të Evropës Perëndimore, ashtu siç ka ndodhur në Libi, në Siri, në Egjipt deri në një farë momenti. Dhe në qoftë se situata do të krijoheshe më pozitive për forcat perëndimore, pas Iranit do të vinte Turqia, për mendimin tim, e cila do të ndodhe në një presion njësoj siç është Irani sot, dhe nuk do të çuditeshe fare, sikur 15 vjet apo 20 vjet nga tani, Turqia të pësonte të njëjtën fat, siç ndodhi me Libinë dhe Sirinë. Jam plotësisht dakord që izraelitët janë një fuqi dominante në rajon, por kurse si një fuqi dominante botërore. Ata lodhin me aq sa kanë mundësi në Amerikë, por fuqia e tyre mbetet aty në Amerikë. Me rënien e fuqisë amerikane degradon dhe fuqia e tyre. Aktualisht lobi pro-izraelit ka një fuqi të madhe në median sociale, në propagandë, janë numri 1 në botë, dhe ajo është një nga armët më të fuqishme me të cilën sot po luftohet në botë, me krijimin e lëvizjeve ignorante të paditura, të cilat dashur pa dashur bëhen lojtarë të rëndësishëm politikë, qoftë dhe luftarak. Pra pak a shumë ky është mendimi tim pse sot Amerika po përpiqet të shkatërrojë klasën politike, ndryshim regjimi po kërkohet në Iran, dhe unë nuk mendoj se ajo është e lidhur me kërkesat apo me parullat që ju treguat më përpara në Iran, të cilat janë materiale propagandistike që kërkojnë shkatrimin e Izraelit apo të Amerikës. Unë ato i futen në kategoritë e propagandës, por në realitet çdo gjë do vendoset me luftë,
që unë nuk e shikoj eminente, sepse një gjë nga jeta, nga eksperienca ime jetësore, unë kam qenë në Thessaloniki, në Selanik, në vitin 1999, kur filloi bombardimi i Jugosllavisë nga forcat e NATO-s. Unë kisha prerë bilet bashkë me gruan të shkonim në ishullin e Rodosit, dhe kur shkon në aeroport, aty ishin ndaluar të gjitha fluturimet dhe u detyruam pastaj të gjenim një rrugë tjetër për të vazhduar udhëtimin për në Rodos nëpërmjet vaporit me traget. Dhe për të parë sa afër jemi ne larg sulmit të Amerikës mbi Iranin, një ide do të na jepte arta konkrete e fluturimeve. Tashi Orsi ju mund ta gjeni vetë Flight Radar 24, ose mund ta gjej unë. Aty mund të shikojmë fluturimet aktuale në këtë moment, siç flasim mbi Iran. Nëse mbi Iran ka fluturime aktuale, atëre lufta nuk është e afërt me fjalë. Nëse aty ka 0 aeroplan mbi hapësirën e Iranit, atëre ne duhet të jemi të trembur se lufta do të fillojë çështje kohe me fjalë. Mund ta gjeni ju atje dhe ta ndajmë në ekran? Flight Radar. Shikoj këtë flight radarin, po nuk e di ku ta gjej Iranin këtu. E gjen Nuk e di unë se si përdoret ky flight radari. Zakonisht unë e shikoj në Twitter këtë kanalin e këtyre. Okej, tani Saudi Overflight, po nuk e di kur kjo është 19 gjunë. Nuk e di, po mund të hapeti edhe na e trego. Se unë nuk di se si ka flight radar. flightradar24.com. Po, e kam gjetur, unë jam tek faqja e tyre, po nuk di se si ka hap. Domethënë specifikisht për të parë Iranin. Gjithsesi, me rëndësi është kjo, Pedro, që si unë si ju bjem dakord. Olsi, unë po përpiqem ta ndaj këtë Iranin. Okej. Këto janë fluturimet aktuale mbi Iran. Siç flasim, unë po shikoj këtu një flight, nga vjen ky flight, ikën nga Dubai për në Moskë, është nisur 1 orë e 20 minuta më përpara. Ka akoma 2600 kilometra për të bërë. Për hapësira është akoma e hapur. Pra hapësira ajrore iraniane është akoma e hapur. Po. Kemi një nga Islamabadi për në Jeddah, kemi një tjetër këtu nga Kabuli për në Dubai, kemi një tjetër nga Abu Dhabi në Tbilisi, tjetër çfarë kemi bërë, po shikoj këtë të madhin, këtu është nga Kuwait në Dhaka. Pra nuk kemi ndonjë ndikim të madh, sepse në qoftë se Amerika do të kishte vendosur të sulmonte të gjithë kjo fluks i madh aeroplanesh në këtë zonë, domethënë në këtë zonë përballë Emirateve të Bashkuara Arabe, në Kuwait, të gjithë kjo zona këtu do të ishte bosh, nuk do të kishte as edhe një lloj fluturimi, ose do të kishte një ose dy nga ta VIP fluturime. Pra nuk shikoj ndonjë bile dhe në zonat mbi Teheran, domethënë Turkmenistanit e tjera, në Irak patjetër që do të ishte luftë, këto do të ishin ndaluar në moment me fjalë. Pak a shumë ky është mendimi tim. Unë mendoj se Amerika nuk ka kapacitetin e nevojshëm ushtarak për të bërë një goditje fatale të Iranit. Amerika po spekulon me atë çfarë ndodhi në Venezuelë, që për mua ishte një estradë, një cirk ushtarak me fjalë. Nuk ka të bëjë fare me situatën aktuale
Iran. Këtë radhë Irani ka një lloj mbështetje nga Kina, e cila e tregon mbështetjen e saj të avancuar ushtarake në rastin e përplasjes midis Pakistanit dhe Indisë. Pakistani operoi me një sistem kines, i cili u tregua shumë i saktë dhe rezultativ. Ata arritën të rrëzonin rreth 6 aeroplan të Indisë. Ishte një numër shumë i madh për një ushtri e cila konsiderohet si thua e dobët e Pakistanit. Kinezët e kanë transferuar atë lloj teknologjie, atë lloj platforme ushtarake në Iran, ashtu siç perëndimorët po provojnë teknologjitë e tyre më të fundit në Ukrainë. Kina dhe Rusia do t'i provojnë teknologjitë e tyre më të fundit në theatrin luftarak, ushtarak, në qoftë se do të ndodhë një përplasje midis Teheranit dhe Amerikës. Dhe përsëri un po kthehem në vitin 1999, në kohën kur NATO-ja bombardonte Jugosllavinë asaj kohe. Aty është një shembull domethënës. Unë kam parë një dokumentar shumë vite të kaluara, i cili ishte titulluar Sekonda 21 dhe tregonte se si ushtarakët e Jugosllavisë, me fjalë, sepse vazhdonte të quhej Jugosllavi, arritën të lokalizonin një nga avionet më të sofistikuar, që quhej stealth në atë kohë, dhe arritën ta godisnin me një teknologji të viteve 1960, dhe rëzuan dhe që në ai moment avionët e NATO-s nuk i afroheshin shumë zonave të kontrolluara nga ushtria jugoslave nga Afrika, sepse do të ndodhte e njëjta gjë që ndodhi me avionin amerikan i konsideruar stealth. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që iranianët këtë radhë kanë marrë teknologji identifikuese të radarëve, të cilët do t'i detyrojnë aeroplanet amerikane të qëndrojnë shumë larg zonës së rrezikut, dhe në këtë mënyrë do të zvogëlohet ndjeshëm saktësia e goditjes së tyre në territorin iranian. Në të njëjtën kohë iranianët mund të para se të mbaroj me sekonda 21. Pse u quhet sekonda 21? Sepse radarët lëvizës që kishin ushtria, që kishte krijuar ushtria jugoslave, e mbanin sinjalin, do me thënë lëshonin sinjalin identifikues vetëm për 20 sekonda, sepse në qoftë se zgjateshe më shumë ky proces, radarët, kundër radarët e NATO-s do ta lokalizonin radarin dhe do ta eliminonin. Dhe komandanti i tokës që kishte në kontroll radarin vendosi që ta shtonte vetëm me 1 sekondë më shumë emitimin e valve identifikuese, dhe në atë sekondë ndodhi që aeroplani amerikan hapi, si të thuash, dyert e sistemit të bombardimit, dhe në atë moment radari e kapi saktës vendin ku ndodheshe aeroplani dhe kaq mbaroi. Lëshuan një raketë të modifikuar dhe rrëzuan. Pra, kjo teknologji në vitin 1999 sot është e kaluar disa herë, me fjalë, dhe rreziku i rrëzimit të avionëve ushtarak amerikanë është shumë i lartë, dhe në qoftë se iranianët arrin të rrëzojnë, si të thuash, ndonjë teknologji të fundit amerikane, si themi B2 apo këta F-35, F-35, apo diçka tjetër, apo në qoftë se arrin të godasin ndonjë aeroplan mbajtëse, do të jetë rënje masive e presligjit të ushtrisë amerikane në botë. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me vrasje në numër të njerëzve ose shkatrime materiale, kemi të bëjmë me presligjin e të ashtu quajturës fuqi më të madhe ushtarake në botë. Pra, rreziku amerikan këtu është shumë i lartë se sa benefiti i një fitoreje pas një lufte 3 ditore, 5 ditore, 10 ditore, diçka e tillë. Është shumë më rrezikshme humbja amerikane se sa fitoria e Iranit në këtë rast. Kështu e mendoj unë, me fjalë.
Petro, nga lajmet që jam duke lexuar në internet është që një dron amerikan që quhet Triton Surveillance Drone është zhdukur mbi hapësirën iraniane, bëhet fjalë për sot dhe ka mundësi që iranianët ta kanë rrëzuar, sikur rrëzuan edhe më herët dron amerikan. Tani në këto momente që ne flasim, amerikanët janë në panikë dhe nuk e dinë se çfarë kanë për të surprizuar iranianët. Por çfarë kuptojmë neve është që kinezët kanë dërguar një nga këto luftanijet e mbikëqyrjes apo e spionazhit në gjirin persik. Iranianët janë duke përdorur satelitët kinez për të mbikëqyrur rajonin rreth tyre. Irani, ndryshe nga ç'bënte më herët që përdorte sistemin GPS, tani më përdor sistemin Beidou për navigim dhe gjërat nuk besojnë se do të duken aq të kollajta për amerikanët. Megjithatë, shenjat që ne shohim na tregojnë që lufta është e afërt. Ky është një lajm i fundit nga një faqe kineze, China Pulse, që tregon këta satellitët spion kinez që kanë treguar se si amerikanët kanë larguar avionët e tyre nga baza Al Udeid në Katar. Në anën tjetër kemi ndoshta me qindra avion amerikan që janë duke përdorur aeroportin e Ben Gurionit. Këtu është një video që tregon këta avion edhe avionët që janë furnizues, që njihen si tanker, të cilët kanë për detyrë që të furnizojnë në ajër avionët që vinë. Në anën tjetër kemi Kinën, e cila ka urdhëruar qytetarët e saj që të largohen nga Irani menjëherë. Kemi qeverinë kanadeze që ka urdhëruar qytetarët e saj të largohen nga Irani dhe ambasada kineze në Izrael, kjo është faqja një nga mediat zyrtare kineze, Global Times, ku ambasada kineze në Izrael i ka kërkuar bashkëkombësve kinez në Izrael që të kenë kujdes dhe të mos të dalin nëse nuk ka nevojë, domethënë jashtë. Pra kemi Kinën, kemi Kanadan, kemi Australinë dhe shumë vende të tjera perëndimore që i kërkojnë me insistim qytetarëve të tyre që të largohen nga Irani dhe atyre që janë në Izrael të kenë kujdes. Unë me sa kuptoj është që lufta është shumë e afërt. Izraeli sot, sikur ka bërë gjatë gjithë kësaj jave, ka bërë bombardime masive në Liban, nga që frika e Izraelit është që në rast të një sulmi kundër Iranit, Hizbullahi mund të futet në luftë. Për mendimin tim, lufta është shumë e afërt, nga që sikur e përmenda edhe në hyrjen e kësaj bisede, sipas zionistëve, ata besojnë që kjo është lufta e tyre finale kundër Islamit. Pasi Benjamin Netanyahu, sikur e ka treguar edhe në për video të ndryshme që ai ka bërë, domethënë në këto ditët e fundit, ai tregon që lufta e Iranit është me boshtin shiit, por edhe me atë që njihet si boshti sunit, nga që Benjamin Netanyahu që e quan këtë boshtin e Iranit bosht të plagosur, e i beson që tani ka ardhur momenti që një herë mirë ta shkatroj Iranin dhe rrezikun që ai paraqet për ekspansionin izraelit dhe më pas të përballet me boshtin sunit, të cilin politikanët izraelit e kanë
përshkruar pak a shumë si të lidhur me Turqinë. Megjithatë, është interesante për të parë se çfarë do të ndodhi. Unë mendoj që përgatitjet e amerikanëve dhe të izraelitëve nuk janë të kota, nga që tanket, avionët flasin vetë. Ngjelet për të parë, ndoshta në këto 72 orët në vijim, se çfarë do të ndodhi. Në Greqi si shihet kjo luftë, Petro? Këtu në Greqi ka një, si të thuash, lloj injorimi, pak o gjatë dëgjohet mbi situatën e tensionuar edhe në ato rëndësia nuk është aty, domethënë nuk është kardinale, këtu ka probleme tjera, por shoqëria greke ka një segment të konsiderueshëm anti-amerikan. Nuk është një vend si Shqipëria, ku çdo gjë është në kontrollin e qeverisë. Këtu ka grupe majtiste, grupe ekstremiste, të cilat shkojnë deri në veprime të dhunshme. Kështu që nuk mund të bëhet një krahasim midis lirisë së shprehjes në Greqi dhe asaj në Shqipëri. Anti-amerikanizmi këtu ka arritur shpeshherë në nivele shumë të larta. Por Greqia, klasa udhëheqëse, politikanët janë pro-amerikan, amerikanët këtu kanë disa baza të rëndësishme, është një bazë e madhe në ishullin e Kretës, e cila përdoret rregullisht nga forcat amerikane. Aty më përpara ishte një aeroplanbajtëse e madhe, Fordi, më duket nuk e di kush ishte, që qëndroi për sa kohë në ishullin e Kretës dhe si duket tani është larguar për t'u afruar më shumë zonës së Izraelit. Dhe diçka tjetër që unë do ta ripërsërit vetveten është kollaj të Amerika të sulmojë Iranin. Kuptohet që fuqia e Iranit nuk është kurse si pranë fuqisë shkatruese të Amerikës, fuqia mbrojtëse e Iranit, dhe fuqia shkatruese e Iranit është shumë e vogël në krahasim me fuqinë shkatruese marrëmendse të Amerikës, por ne nuk duhet të anashkalojmë momentin kritik në të cilët ndodhet politika amerikane. Ne aty pas sa muajsh do të shohim zgjedhjet midterm që kanë ata. Nuk është fare e çudi, nuk është e papritur që Partia Republikane, pra e përfaqësuar nga Trumpi, t'ju mbasë të dyja dhomat, dhe Senatin dhe Kongresin. Nuk është fare e çudi që krau kundërshtar ta dërgoj në gjyq, bile të përfundoj dhe në burg presidenti Trump, që për mua është një person problematik dhe një nga nivelet më të ulta përfaqësuese të politikës amerikane, duke filluar që nga ekzistenca e shtetit amerikan, kemi të bëjmë me një degenerim masiv dhe të thellë të politikës dhe ekonomisë amerikane, përqendrimin e fuqisë së tyre në disa persona të cilët e konsiderojnë botën si kazino, si hotel, si golf, si quhen fush golfi, e tjera e tjera. Pra Amerika nuk përballet thjesht me shkatrimin e një shteti të vënë nën presion dhe nën embargo 30 vjeçare. Tani me të drejtë apo po të drejtë kjo është gjë tjetër, por ekonomia e atij vendi është dobësuar në një formë të tillë që është shumë kollaj ta shkatrosh. Problemi është se aleatët e Amerikës po i largohen politikave amerikane për të mos iu kthyer më kurrë. Ne para 2 ditësh kishim të madhin e Gjermanisë, nuk e di si e ka kancelari Merz, si ka emri, Merz, ai shkoi në Kinë. Dilema e Gjermanisë është tani të zgjedhë partnerin kryesor, do të jetë Amerika apo do të jetë Kina. Unë mendoj se nuk është thjesht Irani, çështja e Iranit do të zgjidhet shumë më shpejt se çështja e Ukrainës. Ne kemi një dështim masiv 16 vjeçar tani, duke filluar që nga viti 2014,
Ne kemi dështim masiv të lartpamësisë të politikës evropiane, shkatrimin ekonomik të Gjermanisë dhe të shumë vendeve të Evropës, për mendimin tim janë shumë kardinale, shumë të rëndësishme se një luftë që në qoftë se do të shpërthejë në Iran, do të jetë një luftë e vogël në krahasim me atë që mund të shpërthejë në Evropë. Dhe këtu është unë them se problemi i Ukrainës është shumë i komplikuar se problemi iranian, i cili në njërin apo tjetrën formë do të zgjidhet shumë më shpejt, sepse në fund të fundit të gjithë ato vendet e asaj zone, duke ditur rrezikun e madh që do të ndezë një luftë në Iran, janë të gjithë kundër Amerikës në këtë moment. Edhe aleatët e saj më të fuqishëm janë kundër Amerikës. Unë përsëri insistoj dhe po bëhemi bezdisur, unë them që Izraeli është një fuqi e vogël rajonale dhe çdo gjë varet nga politikat amerikane, të cilat shohin degradimin e madh të ndikimit të tyre politik dhe ekonomik në ato vende. Natyrisht do të futet aty feja, do të futen qëllimet e vogla ndëretnike të tjera, po ato janë ndihmëse në këtë përplasje të madhe midis dy sistemeve që njëri po ngrihet, po lulëzon dhe tjetri po shkërmoqet. Do me thënë, në qoftë se ne kemi largimin e dollarit amerikan si monedha e berjes së tregëtisë energjisë në botë, ne kemi përfundimisht rënien e Amerikës, ose jo rënien e Amerikës, po zënien e Amerikës të pozicionit që i takon asaj, bazuar në fuqinë ekonomike dhe politike. Ka shtete tjera në botë që mund ta zëvendësojnë në fare kollaj ndikimin ekonomik politik në Azi, në lindjen e largme, në Afrikë dhe në disa zona të Evropës. Dhe unë mendoj se drejt asaj po shkojnë, dhe në qoftë se do të ketë një përplasje Amerikë-Iran, ky do të jetë një fenomen katalizator i ndryshimit dhe rënies së fuqisë amerikane në ato zona. Edhe në Evropë, e dyta do jetë në Evropë, se unë kaq ditë të them, në qoftë se Irani arrin të godasë një aeroplan mbajtëse, atëherë është goditur vetë Amerika. Ky është mendimi. Po, dhe Irani, unë mendoj që i ka mundësitë teknologjike që të zhysi aeroplan mbajtëset amerikane që ndodhen në këto momente në gjirin persik dhe detin e Kuq. Edhe mendoj që nëse amerikanët do të nisin luftën, edhe pse sikur ju e thatë kanë një fuqi shumë herë më superiore se sa iranianët, edhe iranianët kanë fuqi që të godasin mbrapa. Jetojmë në disa momente shumë interesante, Petro. Nëse s'jam gabim, luftën e vitit 1973, kur Egjipti sulmon Izraelin, nuk arritën që ta kuptojnë shumë spionazhe, duke përfshirë edhe spionazhin amerikan, përveç italianëve, të cilët panë që një apo dy ditë më herët se Egjipti niste sulmin ndaj Izraelit, stafi ambasadës sovjetike në Kairo dërgoi familjet e tij mbrapa në Moskë. Dhe evakuimi i familjeve dhe i punonjësve të ambasadës amerikane në Izrael, për mendimin tim, është shenjë e qartë që lufta po vjen. Një lajm tjetër për miqtë tanë që sapo e lexova është që kompania globale e transportit detar Maersk ka urdhëruar të gjitha anijet e saja që të mos kalojnë nëpër kanalin e Suezit, por të kalojnë nëpër qepin e shpresës së mirë në Afrikën e Jugut, nga frika që ata kanë për atë që do të ndodhi në detin e Kuq. Unë besoj që është punë ndoshta 72 orësh. Unë besoj që izraelitët do bëjnë sulmin ose me rastin e Purimit, ose përpara festës së Purimit, një festë në të cilën qytetët festojnë fitoren e tyre mbi persët apo iranianët,
Dhe në këtë fest çifutët bëjnë edhe ëmbëlsira, të cilat kanë formën e hundëve, syve dhe veshëve, që nënkuptojnë çifutët që mbijetojnë pushtetin e iranianëve dhe i hanë iranianët, u hanë ato organet e tyre. Është shumë interesante, unë nuk di çfarë them tjetër, Petro, vetëm Po. se mendoj që domethënë brenda pak orësh ne mund shohim gjëra shumë interesante. A do të shtosh diçka përpara se ta Jo, mbyllim? Olsi, paka shumë kjo është, uroj dhe unë ashtu si dhe ju që mendjet e ftohta të marrin si thua kontrollin e kësaj situate të nxehur në mënyrë të panevojshme dhe uroj që klasa politike amerikane të arrijë të triqet dhe të gjejë një lloj politike apo një klasë të re politikanësh, të cilët t'i përshtaten situatave në të cilët ndodhet bota. Të gjithë perandoritë kanë pikën e tyre kulminante, kanë dhe rënien e tyre. Amerikanët duhet të fillojnë ta kuptojnë që perandoria, ashtu quajtur perandoria amerikane, ka hyrë në një fazë të kurjeje dhe siç i thonë fjalës urtës shqipe, duhet i shtri këmbët ai sa çeka dhe i organin. Ky është mendimi im. Faleminderit Petro, edhe unë do uroja që amerikanët bëjnë një njëjtën gjë, por nëse i ndjek videot e shumë intelektualëve amerikanë apo gazetarëve sikur Tucker Carlson e tjerë, ata të gjithë janë të dëshpëruar dhe e dinë që tani më Amerika nuk ka më një klasë sunduese, por regjimi i Benjamin Netanyahut i ka marrë peng ata që janë në pushtet në Amerikë. Edhe me sa duket, Amerika do të bëjë luftën e radhës për hise të Izraelit. Ashtu sikur shkoi në Irak për hir të Izraelit, ashtu sikur dogji gjithë lindjen e mesme për hir të Izraelit, mendoj dhe fatkeqësisht që edhe kësaj here amerikanët do të bëjnë një luftë e cila nuk i takon atyre, por i takon Izraelit. Petro, të falenderoj shumë. Dhe unë ju falenderoj. Miru takofshim, miq, faleminderit që na ndoqët. Selam aleikum wa rahmatullah.